Për fillim të kësaj bisede, duke i falendëruar për vizitën, konsideroj që është më rëndësi të ofroj disa të dhëna për qytetin Stara Moravic. Kjo qytet është larg Novi Sadit 75 km në veri të kryeqytetit të Vojvodinës. Stara Moravica, banorët që jetojnë këtu janë kryesisht të komunitetit hungarez në rajonin e Baçkës. Kombinati bujqësor industrial ose PIK Moravica ka nisur punën në vitin 1978. Në vitin 2012 ky kombinat është privatizuar, kurse nga ajo kohë deri tash këtu janë investuar shumë të mëdha mjetësh në sektor të blegtorisë dhe lavërtarisë. Në kuadër të PIK Moravicës përfshihen fermat për trashje të 2000 viçave. Majmëria e tyre arrihet edhe bëhet më e lehtë kur kemi parasysh faktin që në pronësi kemi 4500 hektar të tokës shumë pjellore. Sikur dihet, blegtoria është e lidhur ngushtë me lavërtarinë, kurse jemi të ndikepuar me faktin që nga sipërfaqja që e kemi në pronë, vetëm 800 hektar ujiten. Shpresojmë që në të ardhmen këtu do të investojnë mjete edhe në kushte më të mira të shfrytëzimit të tokës së lëvrueshme. Sigurisht që juve ju interesojnë kushtet, por dhe mënyrat e të ushqyerit dhe rritjes së viçave. Së pari viçat e importuar vendosen në karantinë, e cila nuk është larg nga këtu. Pastaj vizitohen nga veterinari dhe bëhet vakcinimi për të vendosur në shtallat ose fermat tona. Këtu janë të punësuar 17 vetë, të cilët me përkushtim të pashoq kujdesen në mënyrën e të ushqyerit, sidomos kujdesi veçantë tregohet për pastërtinë, në të kundërtën pasojnë dëmet dhe goditjet nga smundjet që vijnë nga papastërtia. Po shihni makinat për pastrim të fekaleve ose inerteve tjera edhe rrugëve në mes të objekteve ose fermave. Unë ushtoj detyrën e veterinarit dhe ju siguroj që këtu për ushqim përdoren ushqimi silazhuar, koncentrate që kanë përbërje kryekput nga misri dhe premikse mineralesh. Fillimisht viçi këtu vjen me peshë 200 kg, kurse pas 8 muajve të rritjes arrin peshën 600 deri 620 kg që njëherë të shënon edhe kohën e shitjes. Pra këtu mesatarisht gjatë vitit arrihet të prodhohen 3000 viça. Jemi të kënaqur që viçat tonë eksportohen në Kosovë, kurse deri me tashmë më së shumti eksporte kanë shkuar për Liban. Kur pyetni për stimuj që ofron shteti, ne këtu i gëzojmë vetëm subvencionet. Ato aktualisht nuk janë më të lata se 80 euro për një vit. Krahasuar me Kroacinë dhe Bosnjë-Hercegovinën, ne qëndrojmë më dobët, kurse kemi parasysh faktin që tregon për subvencionim të atjeshëm prej 300 eurosh për krerë viçi. Kjo pagesë është e përafërt me ato që bëhen edhe në Shtetet e Bashkimit Evropian.